Në territorin e komunës së Likovës edhe gjatë kësaj vere kanë vazhduar aktivitetet në rrafshin e investimeve në infrastrukturë. Aktualisht në vlugun më të madh janë punimet në tamponimin e rrugës mes të dy pendave të Likovës dhe Glazhnjës, rrugë kjo në të cilën për dekada të tëra nuk ishte investuar asnjëherë. Ndryshe, kjo pjesë e rrugës është e një rëndësie jetike për banorët e fshatrave Malore, Llukar, Goshinc, por edhe Brezë e Malin. Bëhet fjalë për një projekt nga IPA fondet në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar. Siç merret vesh nga administrata e pushtetit lokal, në këtë projekt do të investohen 360.000 euro. Pas tamponimit do të bëhet edhe asfaltimi rrugës deri në fund të pendës së Glazhnjës, respektivisht deri në Dumanoc, kurse më pas në perspektivë edhe deri në fshatrat e sipërpërmendura malore. Ndërtimi i kësaj rruge përpos që do të sjellë lehtësime për banorët e malësisë, gjithsesi se me ide të shumta do të kontribuojë edhe për zhvillimin e turizmit rural në këtë zonë të komunës së Likovës. Të përkujtojmë se vitin e kaluar ishte tamponuar rruga prej pendës së Glazhnjës e deri në fshatrat malore, për të cilën u investuan rreth 53.000 euro, mjete këto të siguruara nga ndërmarrja mini hidrocentralet.